desha t'ju flisja për një tematik tjetër në lidhje me Apostullin Paul. Kush është në realitet Apostulli Paul, kush është jeta e tij, edhe çfarë ndodhi më vonë pasi ai njohti Jezu Krishtin. A janë të vërtetat thashë themet që shpeshherë dëgjohen nga besimet islame kur thonë se Pali ishte një mashtrues dhe një keqdashës dhe çfarë ato që ai ka shkruar në Bibël është falso? Le ta diskutojmë këtë gjë në këtë video të radhës. Atëherë, së pari do t'ju them që në të gjitha studimet që unë kam kryer në jetën e Palit, kuptohet që tregohet që në fillim nuk ka qenë ndjekës i Krishtit. Fillimisht, para se ai të bëjë krishterë, ai nuk ka qenë një besues ose një dashamirës i Krishtit apo dhe i besimtarëve të kishës. Ai ishte një përndjekës, një persekutus i kishës fillimisht, pavarësisht se më vonë ka ndodhur diçka tjetër që do ta shpjegoj më mbrapa, ka ndryshuar situata me të dhe është kthyer tek e vërteta duke hequr dorë nga ajo metodë e keqe që përsekutonte kishën edhe i vriste besimtarët, por ka filluar t'i dojë dhe të bëhet pjesë e tyre njësoj si dhe ata vetë, madje ka pasur edhe një rol shumë të rëndësishëm në jetën e kishës, me një detyrë dhe një pozicion shumë të lartë, apostull. Pra, le të flasim për këtë. Pra, siç thash pak më herët, thash që Pali fillimisht ka qenë një persekutues. Dhe në një nga rastet që do të shikoni në Bibël, nëse e lexoni, do të shikoni që në një nga persekutimet që ka ndodhur me Stefanin, i cili ishte dëshmori i parë i krishtërimit, që diq edhe u vra nga priftërinjtë e asaj kohe, sepse priftërinjtë e asaj kohe kanë menduar që krishtërimi ka qenë një besim jo nga Zoti, ka qenë prej Satanit, kështu e kanë perceptuar ata, kur dhe sot hebrejt një pjesë e mirë e tyre e kanë këtë mendim akoma, edhe kjo është shpërndarë edhe në Islam, e njëjta opinion. Kjo është dhe arsyeja pse ata e kundërshtojnë, gjithashtu, sepse gati kanë të njëjtat origjina në informacionin e tyre. Por shikojmë që Pali, që ishte një prej këtyre kategori njerëzish, edhe pse mori pjesë në persekutimin e të krishterëve, madje edhe në rastin e Stefanit, shikojmë që në një moment të caktuar kur po shkonte në një mision për të kryer vrasje ose për të kryer detyrën e tij kundra të krishterëve, i shfaqet Jezu Krishti rrugës. Ku ai ishte i shoqëruar, hipur në kal, edhe bie për tokë. Dhe thuhet që një dritë e fortë e verbëroi sytë e tij dhe i foli. I za dhe tha: Paul, Paul, pse po më përndjek? Edhe ky ishte Jezu Krishti që po e fliste, ndërkohë që Pali ende nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte, pasi kishte rënë nga kali. Gjithu tmerruan atje dhe nuk është se po shikonin diçka, por Pali pati një kontakt me botën shpirtërore në ato momente, po shikonte edhe pse nuk ishte në gjumë edhe pse nuk ishte një halucinacion, por ishte një shfaqje e vërtet e Jezu Krishtit dhe ju lejua të shikonte. Dhe i drejtohet Zarit, e thot kush je ti? I thot Pali e atij Zarit që ishte Jezu Krishti, por që ky ende nuk e ka ditur se ishte Jezu Krishti. Thot kush je ti? Dhe ky thot unë jam Krishti që ti po e përkëndjek, po e persekuton. Për arsye sepse Pali përndiqte besimtarët. E kush përndjek besimtarët? Kush përpiqet i vrasë ose ti banalizoj ose ti bullizoj ose ti ofendoj ose ti shkel me këmbë ose ti poshtëroj, është njësoj si t'ja kesh bërë Jezu Krishti. Dhe kjo që arsyeja pse Jezu Krishti i thoshte pse po më përndjek. I thot si ka mundsi dhe Jezu i thot nuk ka është kollaj që ti biesh me këmbë me shelma gjambave. Pra, kur ti godet besimtar, kur ti përpiqesh vrasë, është sikur ti do të shpohesh sepse ke sulmuar Perëndin dhe nuk do mbetesh pa u ndëshkuar. Normal, dhe në rastin e Palit shikojmë që Pali mbetet i verbër në atë momente, merr një rekomandim nga Jezusi dhe thotë do vesh në një nga njerëzit e mi që quhet Anania, si e kishte ai personi, se dhe ndoshta nuk e mbaj mend fort mirë emrin, ja shqiptoj, plotësisht saktësisht. Anania, po, diçka e tillë. Dhe aty do thuhet se çfarë do të bësh. Ndërkohë që nga krau tjetër Jezusi lajmëron Ananian dhe i thotë që tek ty do vi Pali, edhe do t'i kthesh ikim dhe do të flasësh për mua dhe ai do të më ndjek mua, sepse
do të mësoj atij të vuajë edhe për mua. Anania, edhe pse i trambur dhe duke refuzuar çfarë Jezu Krishti i kërkon si detyrë të bëjë me palin, për arsye se kishte frikë se mund ta vriste, përsëri pranon detyrën që i ngarkon Krishti që t'i fliste palit për Krishtin edhe për Zotin. Edhe kjo gjë ndodhi realisht kur pali shkon tek ai vetë duart mbi të i kthen shikimin. Tani pali merr një tjetër këndvështrim në psikologjinë e tij, nuk donte më që të përndiqte kishën pasi u përball me të vërtetën nga vet Jezu Krishti. Nga vet Zoti shpëtimtari i njerëzimit. Edhe që për aty pali ka pasur një tjetër mision dhe ka marrë një tjetër detyrë, pasi është instruktuar nga vetë Perëndia. Ai u bë një apostull i kishës, një person që predikonte lajmin e Jezu Krishtit, misionin, vdekjen dhe ringjalljen e tij, ku ai më përpara e kundërshtonte dhe i vriste ata që deklaronin këto mesazh, që quhet Injil ose Ungjil, pra vdekja dhe ringjallja e Krishtit quhet ndryshe Ungjilli, pra falja e mëkateve quhet ndryshe Ungjilli, nga i gjakut i Jezu Krishtit. Kush e mohon këtë? Ata që se duan të vërtetën e Zotit. Pra antikrishti ose dexhali, si i thonë disa. Dhe këtu shikojmë që pali bëhet një ndjekës i rregullt i Krishtit, edhe pse disa nuk e besonin fillimisht, derisa u përshtatën dhe mësuar me të, dhe shikojmë që ai ka një masë të gjerë të letrave të tij që i drejton kishave dhe i orienton dhe është mësues i tyre, profetizon mbi ta, mëson, edukon kishën me shenja, me mrekulli dhe bën gjëra shumë fuqishme. Pra pali nuk ishte me një përsekutues, një përndjekës i kishës ose një vrasës i besimtarëve, po nga i moment që përballë me Jezusin, ai u bë një shembull i mirë, një besimtar i vërtet i Krishtit. Pra nuk është si shpeshherë në Islam predikohet pali është mashtrues. Ai nuk është besimtar, ai ka gënyer, ai ka shkruar keq. Pra kjo është një disinformim, një informacion i gabuar, një mësim i gabuar që vjen nga feja islame, qëllimisht, sepse kjo është dhe misioni në fenë islame për të poshtruar krishterimin, edhe për të larguar njerëzve prej të vërtetës që Zoti ka sjell, edhe detyrimisht ata detyrohen të flasin dhe të disinformojnë popullin. Pra e vërteta është që pali është një mësues i Perëndis, pas njohjes me Krishtin, ka qenë më përpara çfarë ka qenë, por më pas me takimin e Krishtit, jeta e tij ndryshon 100%. Dhe i bëhet një apostull, i dërguar nga Zoti. Apostull thotë i dërguar nga Zoti me mision për të ngritur kishën. Ai u bë një besimtar dhe fuqizovi kishën, ku dhe letrat e tij gjenden dhe ende në kohët e sotme dhe kanë ndryshuar botën për shekuj me radhë. Gjithë ata që kanë përqafuar Krishtin, besimin e Zotit nëpërmjet Jezu Krishtit, kanë parë një transformim dhe gjithë imazhi i kishës mund të gjendet dhe të kuptohet shpeshherë mësimet më të shëndetshme gjenden dhe në letrat e apostullit Paul. Shumë të vërteta rreth Perëndis gjenden në letrat e apostullit Paul në Bibël dhe asnjëra prej tyre nuk është falso dhe nuk është e gabuar, nuk janë të shkruara prej Paulit në kuptimin nga mendimet e tij, por janë të shkruara nga dorë e Paulit, të frymëzuara nga vetë Perëndia, i cili e ka rekomanduar Paulin dhe çdo apostull tjetër të shkruajë letra. Pra çdo letër e Paulit ka qenë e shkruar me rekomandim nga fryma e shenjtë, pasi çdo besimtar apo apostull ka frymën e shenjtë dhe asnjëri prej tyre nuk mund të gabojë në shkresat ose në letrat apo në rekomandimet që ka shkruar kishave dhe që gjenden sot në Bibël në shkrimin e shenjtë. Pra nëse dëgjoni shpeshherë në rrjetet sociale të shahet Pali është kështu dhe është ashtu, qëllimi është por të mos besuar shkrimet e Biblës. Por realiteti dhe vërteta është që na thuhet në shkrimet e shenjta që gjithë shkrimi i Biblës është i frymëzuar nga Perëndia. Pra nuk është se Pali ka shkruar vetë, por Perëndia e ka rekomanduar, siç ka rekomanduar Mojsiun, edhe gjithë profetët ashtu ka rekomanduar dhe apostulli Pali. Prandaj shpeshherë edhe ne kemi ndonjëra të përplasje midis besimit krishterë edhe besimit islam. Mes Biblës së të krishterëve dhe Biblës së muslimanëve që është Kurani, edhe që ne quajmë Biblën e ndryshuar atë dhe ne quajmë atë Kuranin Biblën falso. Për arsye sepse përgënjeshton shumë gjëra duke mohuar dhe vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit. Prandaj, nëse ke qenë tani i disinformuar kush është e vërteta është që Bibla është libër 100% i vërtet nga Zoti,
e shkruar nga autorë të ndryshëm, të cilët të shtyr nga vetë Perëndia dhe të rekomanduar dhe të urdhëruar nga vetë Perëndia kanë shkruar pjesë të ndryshme të Biblës, që Bibla do thotë bibliotek ose shkrimi i shenjtë, ku janë mbledhur të gjithë këto letrat e apostujve, profetëve dhe shërbëtorëve të Perëndisë dhe janë mbledhur në një libër të vetëm që quhet Bibla, siç është Tevrati që quhet Tora ndryshe ose librat e Mojsiut që i themi neve, apo librat e profetëve, të mbretërve, Zeburi që është libri i psalmeve e shumë të tjera në Dhjetën e Vjetër dhe në të Ren që kemi 4 ungjit në Dhjetën e Re që është Beslidja që ndodhi mbas ikjes së Krishtit, se u inaugurua në momentin që Krishti vdiq dhe u ringjall. Aty disa vite më mbrapa u shkruhet edhe pjesë të ndryshme të Biblës, siç është Ungjilli apo dhe letrat e ndryshme të apostujve dhe këshillimet e tyre për besimtarët për në atë kohë dhe për në kohën e sotme. Ju përshëndes dhe ju uroj një kohë të bekuar.